Qeveria shqiptare dhe Bashkia Gjirokastër nëpërmjet një investimi e kanë rikthyer në mënyrë aktive pallatin e sportit në qytetin e Gjirokastër, ku të gjitha shkollat e qytetit dhe jo vetëm organizojnë aktivitete të ndryshme në qytetin e Gjirokastrës. Puna për rikonstruksionin e ambienteve të pallatit të sportit në Gjirokastër ka nisur në korrik të vitit 2023. Një investim ky i qeverisë shqiptare dhe Bashkisë së Gjirokastrës në vlerën e 59 milion lekëve. Në vite ky pallat ka qenë emblem e qytetit. Në të kanë luajtur emra të njohur të sportit në disa kategori si basketbol, ping-pong e shumë të tjera. Sporte që lëvroheshin në Gjirokastër rreth viteve 90. Sot kjo qendër synohet nga pushteti vendor të kthehet në trajtën e dikurshme. Për këtë ka nisur dhe organizimi i ekipeve të nxënësve të shkollave në sporte si volejbolli dhe basketbolli, por tashmë në ambiente bashkohore dhe cilësore në dobi të tyre. Kështu pallati i sportit është ndruar tashmë në një hapësirë moderne, ndërsa janë ngritur dhe ekipet e të rinjve në disiplina të ndryshme sportive që përfaqësojnë qytetin në kampionate ndërkombëtare. Pak ditë më parë në këtë pallat u mbajt dhe kampionati ping-pongut, i rikthyer pas 30 vitesh mungesë në qytetin e Gjirokastrës.